Mund të talen këta me ju. Unë me ju nuk talem. Unë s'talem kur me fitoret tuaja. Dhe sot, ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë, se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart të autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikoptere dhe ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj. Ju arritët këtë, fituat dhe këtë herë, dhe faljush që mbushët dynjan, duke thënë se unë nuk isha, fillim thatë nuk ka ftesë, se unë jam mësuar me ju, ja pak nga pak. Edhe se pastaj mbyteni dhe lartë qoftë të mbyteni ju. Nuk ka ftesë. Doli ftesa, jo, po këtë ftesën e ka gjithë bota. Tani më thoni nuk jetë bordi. Okej. Po ngatruat pak se nuk e keni idenë se si strukturohen grupet ndërkombëtare. Grupet e strukturuara ndërkombëtare kanë një organigram që ju nuk e kuptoni. Po s'ka problem, rëndësi ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Sot do ngrini kartonin. Do fitojmë apo jo? Po. E fituat për zotin, bravo. Po ju fituat dhe për një arsye tjetër. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të Bordit, po denoncimi juaj më detyroi të tërhiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranoj pa pagesë. Dhe gjithë do, mos e ulni vigjilencën, që t'jeni brenda çojnë në spak Bordin e Paqes për pranimin tim aty. Se spaku tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel kur shkruaj letra nga populli. Kështu është bërë spaku. Çoheni edhe këtë letër dhe me që e quat një herë, se këta e dini kanë quar Tony Blair në spak. Dhe nuk doli gjë. Tani çoheni prap Tony Blairin, se kush e di del në një provë si ato që mbajnë në gjyq, në burg pa gjyq Larierit, për cilin deri tani janë shkruar 3 volume të një romani policor, po provë për korrupsion, për kryebashkiarin e Tiranës, snuk. Prandaj, juve as mos e vrisim më fare. Punë e marrë shumë se Tony Blair s'ka marrë kur $100 nga shteti shqiptar. Punë e marrë shumë se pa Tony Blairin nuk do kishte ndodhur bombardimi i Beogradit dhe futja e NATO-s në Kosovë, që ju e doni ai shumë atë Kosovë, dhe prandaj nuk ndalua së quaj naftë Slobodani dhe nuk lat gur pa luajtur sabotonit Rambujen dhe nuk lat fjalë të poshtër pa thënë për UÇK, nga dashuria për Kosovën e kishit. Çojnë në spak, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, spaku është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Ju fituat, unë nervos, unë kam pasionin e atij që shef se si
të gjitha kurthet në pyll janë plot. Hap. Po, për ato kurthe duhet durim. Prandaj, mos sa më shumë më thoni Ramaduro, aq më shumë unë e dëgjoj Ramaduro se këtë punë keme këta. Kështu që hiqeni Ramaduron se më shtoni durimin. Mua më ka ardhur rradha kaq herë më ka ardhur rradha sa dhe ata 5.000 veta që ju vinin janë bërë tani si lekë vjetra. Por ju fituat e për arsye tjetër. Ndalët pushtimin e Shqipërisë nga palestinezët. Se denoncuat një komplot në kurriz popullit shqiptar që bashkë me 1 miliard që do merja unë nga taksat për të shkuar atje, se ju kujtoni se Amerika blihet, si që doni ta bleni ju me ato miliona tuaja që ja u japin patriotët. Janë ca patriot atje që shesin hamburger dhe paguajnë që juve të shplani atë që nuk shplahet dot. Faljush, palestinezët nuk do vinë. Nuk do vinë nga Gaza në Shqipëri, po ju duhet ta çonin spak projektin e kampusit Universitetit Durrësit, se e di si than apo jo. Po bëhet kampusi Universitetit Durrësit për cilët palestinezët. Një kokë e madhe nga radhët tuaja tha 2 milion palestinez do vendoseshin te kampusi Universitetit Aleksandër Mojsiu. Se luli iku, po 7 mbeti. Aritmetika, edhe kur bëni llogaritë e eksporteve, ajo është. Tani, qojnë spakut dhe kërkojni me një urgjent atyre që paguajnë në Amerikë. Ora i Latifi, si është Latifi më? Latif magjistarin, ku e keni aman? Mos e lëshoni atë se ai ja u merr humbjen fitimtare dhe me magjia u bën më thellë. Dhe thuajini Latifit direkt gjithë të denoncimet t'ja qohet i kongresmenit. Se e kanë në gjepat kongresmenin që i merr nga ju dhe deli lexon atje që Kongresi Amerikan do merri me akshin. Qojnë Latifit ashti edhe thuajni të dali ta këndoj e kongresmeni dhe pastaj ta merrni ju këtu dhe thoni Kongresi Amerikan. Ai kongresmeni dhe Kongresi Amerikan kanë po aq lidhje sa që kishin amendamentet e Nard Nokës me projektligjit e Partisë Socialiste. E kuptoni ju? Tani ka dhe gjë tjetër. Mos e lini pas dorat punën non gratis për mua. Në asnjë mënyrë se siç ju kanë dalë të tëra fjalët, do ju dali dhe fjala për non gratën. Por e tha sot dikush, Edi Rama po mbledh parlamentin se ka i ngërç. Ngërçi në fakt është se për parlamentin e Shqipërisë ka vetëm një kuotë për non gratë. Dhe ajo është e zënë. Dhe është e zënë me merit. Ai që e ka marrë non gratën e ka merituar në mënyrën më bitse. Dhe kishte drejt Sara ku tha, kur të vjezor ty tha që të më vizor mu. Po ju do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025-s. Dhe pavarësisht se 2026-ta, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Puna është që 2 fjalët janë mbivendosur. Keni mbivendos fjalët, keni thënë do hiqet dhe do vihet. Ajo po su hoq nuk vihet, se është një kuotë. Dhe vallai, ai që e ka marrë atë kuotë, ai është i paarritshëm në të gjitha poshtërsitë, likësitë, pabesit që i ka bërë popullit shqiptar dhe fikat mbas shpine që i kanë ngulur të gjitha aleanca dhe strategjike të Shqipërisë, kështu që zor shumë se lëviz ajo kuotë. Tani në mbyllje dua t'ju informoj se të hënën e marshme do të kemi tjetër ndërtje jashtëzakonshëm, do i drejtohem Knesetit, Parlamentit Izraelit, si kryeministri i Shqipërisë, po pa lejen e këtyre, kuptohet, në të njëjtin format që ju rezervua para disa kohësh Presidenti i Shtetit Bashkuara,
si dhe një numri tejet kufizuar udhëheqësish të huaj në historinë e atij parlamenti, emrat e cilëve mund gjenden lehtësisht, por jap një përmas krejt posaçme privilegjit që më është bërë mua dhe kësaj shumica qeverisëse që mbështetet nga shumica dërmuese e shqiptarëve, por edhe vetë Shqipërisë, për të folur në atë kuvend. Por duke qenë se në këtë rast lista është vërtet e shkurtër dhe kundërshtarët e bordit sapo e përfunduan numërimin me shumë pasion të ftuarve në bord, jo janë gjithë vendet, jo s'është ky, është ai, a thua se numrat flasin në gjithë madhe për një vend si yni, duke u përpjekur të thonë shqiptarëve se prania në bordin e paqes ishte diçka mekanike, automatike, pa asnjë lidhje me vlerat, me rolin, me reputacionin ndërkombëtar të Shqipërisë, se me mua s'bëhet fjalë, dua të nënvizoj se për Shqipërinë, për mua dhe për ne, konsiderohet nder çdo ftesë që nuk u bëhet të gjitha shtetet të botës. Sepse ne nuk jemi as kërthiza e botës, as në një vend me një fuqi spikatur ekonomike ose ushtarake, po jemi një vend tejet i vogël që u vetë zhduk nga harta e Europës për 50 vjet, duke mbyllur derën me çelës nga brenda, pastaj kur hapi derën e lidhjes me botën, u keqtrajtua nga brenda dhe nga jashtë për vite të tëra, duke tregur zvarr sa në rënoja piramidash e sa në për groba borxhesh, sa në për duart e atyre që e keq qeverisën, e sa në për pasqyrat ndërkombëtare të atyre që u hidhin në kurriz Shqipërisë dhe shqiptarëve plot gurt pa merituar, një vend që askush përveç meje dhe një grushti njerëzish që besuan kur gjithë Partia Socialiste thoshte ky është një çmendur, mos i shkoni nga mbrapa, as nuk e ka imagjinuar dot se do të ngjitej këtu ku është ngjitur sot, me punën, vendosmërinë dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të një dekade që ka përmbysur historinë e mbrapsht të Shqipërisë. Doni ju apo s'doni ju? Dhe ju na duheni këtu, sepse ju jeni këtu për të kujtuar shqiptarëve atë ishullin e turpit, ndërsa ne jemi këtu për të ngjirur shqiptarët në atë majën e shumë ndërruar të Shqipërisë 2030. Dhe atyre që na besojnë, po dhe atyre që hezitojnë na besojnë, unë i them vetëm kaq, kini besim dhe jeni të bindur se ne do të ngjitemi për aty ku jemi nisur, duke u rritur ekonomikisht, duke u forcuar shtetërisht dhe duke u vlerësuar ende më shumë akoma ndërkombëtarisht. Dhe mos e harroni kur, sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendve. Faleminderit, Zoti Rama.